Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Mender Jush. Sot kam një episod tepër special pasi pranë meje për të më dhënë një dorë. Kam një mikun tim komedian. Ai ka qenë edhe më parë në këtë studio modeste, por si i ftuar, ai është Bes Mustafaj. Bes? Të t'jap një dorë. E filluam me batuta. Batuta për skandale. Mirë se më erdhe. Gëzuar, për të kemi birë si gjithmonë. Ja, tash do dukem çik kështu si burr error. Ti u rikseve edhe një herë në shkuar kisha Timolonin. E besa grop shkoj? I keq ishte shumë. Shumë i keq është. E ureja Timoloni. Ore nuk bën për asgjë, si ka mundsi. E po tash çati bën. Nëse vazhdojmë. Me që jemi me që po shajmë njerëzit. Erion Velia. E pe të bëri përshtypje edhe ty kjo gjëja që ndodhi me Erion? Më bëri vërtet. Ha? Më bëri. Ha, si të duk. Po shiko, nuk më bëri aq përshtypje sa çpasa kështu komente lart e poshtë që thoshin për Robert Nenikën. E para ishte shkërdat. Tash shiko, çdo që të bëj nuk quhet Robert Nenika shkërdat. Në një fjalë Robert Nenika dhe shkërdat është tepër. Sa më njëri thoshte vdis tash vdi po dalë prit. Po, paçë hunjerin e shante me çup me kështu. Shiko, ishte e ndyrë ishte ajo që bëri, po për mua thjesht e teproi një çik, egzagjeroi një çik me lëpirje, se edhe unë po të kisha marrë lek për shembull, siç thuhet që ka marrë edhe zotëri aktori i nderuar Robert Nenika. Shko, po jepte Lalieri. Po mbështesja ose s'ka, po jepte. Jepte të shumë. Po më thënë edhe për projekte gjëra, edhe unë do ta mbështesja shumë ore. Kur'an në burg që kemi komedi Thursday ne. Çfarë të bëj Robert Nenika të mbështes ta që e shajnë nëpër komente, që ose këta që e mburin, domethënë i duhen më shumë milionat apo i duhen më shumë që ti aktori më i mirë në Shqipëri? Ose ato fotot që vjen, ke parë çdo shprehje edhe kështu dua të vjen si Shqiponja folen, është një foto e Robert Nenikës. Më mirë i varfër me duart me kallo. E ke është foto e Robert Nenikës kur ka thënë ai. Tash këtë mbështes Robert Nenika, këta që i nxjerrin fotot apo ai ti që jo, supozoti ka 10 miliona. Ore, edhe unë atë do isha plak, se tani nëse ne për shembull do të ishte te Comedy Thursday, në një grant. Ore, ishte isha në tokë. Ore dorën. Mua jo shtëpi. Po jo më jo. Apo në një nder, po edhe këto ca elektroshtëpiake, po të më kishte marrë domos po të ishin nga Hagen, te Electromagic. Kështu ta kisha puthur dorën shumë. Ore për një tharse rrobash nga Electromagic do ta kisha puthur. Ato që i duhen njeriu do tash. Ato më duhen. Një Electromagic, një Hagen edhe kaq. Një ekur për rroba. Ore për një ekur, për një tharse në fakt. Te ekuri nuk shkoj. Vuaj. Nga një anë këta edhe treguan një lloj besnikërie, çfarëdo që përfaqëson Veliaj tani. Po, jo për shenjtëri, për besnikëri, për lekëri, se e gjitha për lekët bëhet. Nuk e di për Bertin plak se po e futi me ne kështu, Berti ka 3 vila në Vërmir, duke bërë sikur e dim ne. Atëre mbaj më kur doli atë foto e Bertit që ishte në spital, ku ishte që ja shikori vet, apo jo, ishte tjetër në spital. Ky kishte Berti ishte mirë ka bash i shkret. Jo, ja ankoheshin për televizorin. Shikoj Robert Nenika ka televizor të vjetër. Se ka ata kështu që janë të fryrë mbrapa. Aktori i madh Robert Nenika ka televizor të vjetër. Po çe do ai shikon televizor. I dha lek ai, mori televizor të ri. Për një plazma e puthën ball. Tash mori plazma i ton shkërdate, po. E mirë, ai u vdiqa dhe ata gjitha çar burgu ke, do ta mbaj unë, çfarë ishte ajo. Ja, ishte. E tepërt ishte ajo. Nëse, shiko tani. Unë nuk e dija ju dëmtua imazhi Robert Nenikës, po imazhi për çfarë? Tek mua nuk ju dëmtua fare, të paktën si fan si filmave dhe tani unë nuk e njoh si person, ai s'ka dhënë shumë intervista, nuk e dija aq plak i mençur siç. Sa ato shprehje nuk janë të tia plak çave në ato foto. Ai mund të jetë njëri i ndyrë fare që në fillim, që kur ka qenë njerëj. Po më plak. Njëri më të poshtër s'ka. Ore mund të ketë ngacmuar Roza Anagnosin për kështu. Kot, nuk e di, ndoshta në kamera, në montazhiere. Se di që gjithë montazhierët ishin gradi kur Raimonda, këto e kanë nisur si montazhiere, po. Aq i gratë janë mira me duart. Punonin gratë atëre. Po, për Jacqueline ishte gjithë kjo. Ore, po, ke në një çik frik te ajo gota e balarë për shembull. Kjo hapta virusi, si quhet ajo Melis? Jo, po Antanta, çka ka qenë. Hanta virus. Po. Çfarë mendon për këtë gjë, atë ka kapur frika? Kjo është një gjë e ndyrë që po ndodh. Se mua ma çoi mami ja erdhi. Erdhi tha edhe kjo. Jo se ai studiova në çiksi rast. Më flisni më shumë profesor Besniku. Është kjo gjë e poshtë që bën këto, domethënë është e vjetër, është stili i vjetër ky, domethënë kjo është kot, nuk ka asgjë për të trembur kjo. Te për cilin minkt. Domethënë kjo nga njeriu në njeri nuk kalon. Po. Kështu që zgjidhja besoj është e qartë. Ti je mos mi. Për këtë e kisha. Mos i hani, mos u shoqëroni me mi. Normal. Me asnjë do lloj miu. Vetëm se ka ca njerëz që janë minkt. Spionat e mutit, duke. Robert Nenika. Robert Nenika. Po paniku po e bën këto media ato gjërat, si gjithmonë. Po, ore, edhe është më shumë paniku që babo mos i kthehemi prapë. E më edhe mami atë më tha babo do na mbyllin prapë. Ne do na mbyllin se do mbaroj nafta, s'do ngrihen avion aty jemi kështu. Me vërtetë e kema.
Po bëhem kështu si konspiracionist. Po shiko ti patriote me 23 qershor. Është pika e fundit. 23 qershor pika e fundit e naftës. Dhe keni nga Besniku. Po dolën kompanitë vetë do ulin fluturime tanë se s'kemi naftë. Me vërtetë? Po do ulin do ngelen njerëzit pa fluturuar. Ua, nuk do ikim për pushime në Greqi. Nxjerrin Honda virusin për të marrë njerëzit kështu me. Thua, po e di çe me çau morën tjetër me atë të alienëve. Po edhe ato që I pe ato fotot e po e njëjta gjë. Po plak i Çka ka pasur kanë për nxjerr para? Hollywoodi që ngjashitën ato. Domethënë nëse ka alien s'ka shans duken ashtu më plak. Kjo alienëve ishte se për këtë çështjen e Iranit, domethënë Irak Trumpit kjo e Iranit, s'po i punonte më, s'po i funksiononte më kjo. E bëri armë pushime, jo gjëra. Domethënë njerëzit e humbën atë interesin edhe çfarë do bëjmë, aty nxjerrim alienët po. deri Si tash. plas me trapi njeriu për alienët. Fare, më. Fare, askush nuk e rruan. Unë njeri isha kështu, edhe E dim. se po të kishin në një formë tjetër, Janë po e gjithmonë me faqera kokë të me madhe, me ato sytë e zi. Edhe unë do doja të ishte një gjë shumë e çuditshme, që të dilte domethënë një gjë që se pret kurrë. Se tash i dim, jo me tentakule, jo me kokë të madhe, po i dim. Ato me tentakula nga porno të kemi. Porno japoneze janë. Porno japoneze. Amen, një burri kulturës edhe ju. I ndjekim. Po asgjë e re, pra nuk e di kur do. Po shikon, thon tani këto teori që nëse do ketë vërtet alien, nuk është fare i perceptueshëm nga çfarë ne mund të mendojmë, nga truri jonë, domethënë pamja. Prandaj nuk kanë si ta Po tash shfaqin, si ta prezantojnë. Teoria tjetër që janë në ujë, janë në oqeane. Alienet më. Po, nuk kanë ardhur nga jashtë, janë Po nga gradec. brenda, nga Pogradeci. Janë linë. I ke komshinja. Janë alienet janë po gradec. Vdes fare. Këtë i bëj për Melisën këto për teaserin. Den një alien. Po duket se ai emisioni Çakos ky. Ne do flasim për zbritjen e rënë. Edhe ti që po të shikoj që po të djersin tulla, është vap këtu. Është vap unë që jam me kostum po vdes. Jemi në kushte mizerable këtu. Dalina të lutem. Po janë kohësh, po. Verdor. Nëse. Mirë, shiko, do të bërsa lajme me mua të shkojmë në kështu në një friendly fire se unë tani që po Dua. argëtohem me ju nuk po i bëj kështu me ato fjalit, por po i trajtoj. Më thuaj. Mirë, kalojmë atëherë me friendly fire. 28 punonjës të Disney arrestohen për shfrytëzim të fëmijëve. Besnik, mendimi. Okej, për arrestimin e tyre ishte duar të Po, arrestimi. E mbakan gjallë akoma këtë traditën Disney, se Disney apo mbajnë për racist ky. Ishte racist ai, kishte një problem me Ose dhe pedofil kanë qenë gjithmonë këta. po në fakt e Charlie Chaplin e të gjithë. Të gjitha që kanë argëtuar fëmijët, një moment vendosin të argëtojnë më shumë se ç'duhet. Edhe pastaj dole, mos e ishte koha atëre. Kështu po do fillojnë këto arrestime, avash avash. Edhe atë Mickey Mouse nga liçeni, vetëm ai kanë ngjerë ta marrin. Ai zborë mirë. Shiko, ai mund të jetë pedofil, por është aktor i mirë. Se Robert De Niro. Mickey Mouse-in e bën. Mickey Mouse-in e bën, E qanë. po të bërja hy. Nëse, mirë, sa mirë që i futën në burg ata plera. E mazjes, nga lista e këtij Epsteinit asnjë s'kan futur. Asi s'u fut? Asnjë. Po ç'bën ata s'kur çfarë bën. Ata thjesht i hëngër, nuk është se Po, a marrën një dark. një darkë e vogël. Mos i kthehemi asaj sa ishte të mëshme fare. E rëndë në Korçë. Ne që e kemi dhe Korçarë zotrin. 21 vjeçaria denoncon kirurgun e spitalit për ngacmim seksual. Nuk ka paqe Besnik. Edhe kur je gati ta ashtikën me narkoz në kokë, e në hund. Po jo, se e studiova në Çikrasti. Po doktor Besniku. E di si ishte mohabeti. Ky tipi i shkonte në dhomë, edhe i thoshte ke nevojë për krem. Se duhet ta lyej. Se duhet ta lyej, jo ashtu ishte krem, se duhet të lyej plagën. Okej, po. Edhe ishte dhe mamaja e kësaj në dhomë, edhe i thoshte ti mos ktheu ande nga ana tjetër, se Qa thua? duhet i vendos kremin. Ua. Edhe tash problemi ishte te mënyra se si i vendoste kremin. Se ja vendoste kështu. No, bënë një gjë të çuditshme me vendosjen e kremit. Edhe një moment, sipas vajzës ta që u afrua dhe të më puthë. Se unë okej. kur patëm një afrimitet bashkë. Po tani kjo vajza ishte në ndikimin e... Jo, mo ishte... A ishte e zgjuar? pas Ishte operacionit. pas operacionit. Po, se në narkozë kështë diçka bëra ai. Që ishte ku ishte e zgjuar, ishte fare kështu. Po në fakt doktorët që të kanë aty në dorë kështu kur je në narkozë. Ke bërë një operacion ti? Kam bërë. Çka ke Sa dola nga narkoza mbylli dyqanin ai. Se që ndjeve të goja. Rastisi kështu. Ore pse kam të pirë dhe E, gojën. Si e aftë me Unë vite. s'kam bërë kur operacion, me zi pa prej sa bëj, dhe kur të bëj operacion ta bëjnë Korç. Jo. Po m'gapi apandeciti me urgjencë, të gjithë vinë nga Korça me urgjencë Tiranë, do i gati e, vetëm që të më pusi Po dikush. se kanë kremin e mirë aty. Kanë kremin e mirë, do të shumë.
është me ujin e Korçës. U helmuan në Akademinë e Sigurisë. Eksperti i ushqimit, që është ky Sokola, i anges studentëve. Kishin një provim të vështirë që u shty, mund të kenë bërë dallavere. E more vesh se nuk e di pse nuk u fol shumë që një 40 student, ku çai bie kjo, Akademia e Shkolla e Policisë, po, Shkolla e Policisë, ishin helmuar. Po dhe punari një drekë diku. Po se ndoshta prandaj nuk flasin, është në një biznes, se këta tani nuk gatuhet më aty, se ka hequr shteti, marrin catering, po. Edhe tani ka dalë ky zotëria Sokola, që e ka mbi emrin. Po, ishte kështu ekspert ushqimi. Ekspert, edhe kishte thënë që atë ditë kishin provim këta. Edhe kanë bërë sikur janë helmuar, e kanë bërë dallavere dhe kanë ikur. Mund ta kemë bërë kështu siç bëj atëre që hanin patate të pabëra që të rritet temperatura. Po të 40, as menduan që do binin apo ka qenë vetëm njëri që i thash, të ta bëj vetëm të dy. Pa le që hanë, besnik. Ore marrin gjë pa kontrolluar atë, pa ku diun. Pa kontrolluar. Nuk hanë si ne gjëra të mira, si tona për shembull. Po, edhe e di ç'a, edhe me birrën shtyhet. Po, e vërtetë. I ke dhe korçarët e tu. Do edhe unë do ta pastaj, s'ka gjë. Jo, se kam besim. Ki besim, to me lule nuk e di kush i bën, po i ka bërë shumë mirë. Shpresoj që dhe Akademia e Policisë të hajnë nga këtë. Shtash. Po ka që duhet. Ai do njëri unit. Ai, qik tona i birë. Kalojmë të iftuari. Mirë, tani do kalojmë tek i ftuari, pjesa e preferuar e Besit. Me mua është një zonjush tepër simpatike. Ajo ka qenë në televizionin tuaj, në parlamentin tuaj, në zemrat tuaja. Por më me rëndësi, ka qenë pjesë e mëngjeseve tuaj, ka qenë zëri për mendimin tim më i mirë i radios që ka patur ndonjëherë Shqipëria, Ori Nebiaj. Publiku u çmend. Mu duk sikur mora Oscar për pak. Atë pëlqeu të bëra prezantim? Mendova që do thoje ka qenë pjesë e krevatëve. Avash. Jo, ka që ishim të mëngjesi edhe. Në fakt ne kishim nisur ndryshe, po se unë sapo ta dëgjova zërin isha kështu. Shpirt. Duhet ta vënë në një shishe ta dëgjoj para se të fle. Mos duhet ikë këtu apo? Po ndihemi tepër të. Besnik do kthehemi. Shikoj, nëse Ori për shembull do përmbysej bota, do ishte apokalips, edhe do ta jepje ti lajmërimin. Unë do isha kështu, çfarë? Le të vdesim tani s'ka problem. E ke shumë të. Do ta kem parasysh, do ja propozoj edhe që ta kem konsiderat. Unë ta thash edhe para që mua dikur më bëren mëngjeset shumë të vështira. Apo të bukura. Shumë të bukura, po pastaj isha i lodhur nga që masturbohesh, se ti ishe dëgjoja edhe. Unë mendova që kjo të bën që t'jesh më energjik për ditën. Ka njerëz kështu. Madje letova të një artikull që ju meshkuj do t'jeni shumë. Që bën vendime më të mira pasi masturbohesh. Shumë të shpesh në kësi veprimtarisht se ju shpëntote nga prostata. Në fakt unë sot e kam kryer si gjë. Nga që kisha këtë sikletin edhe Besnik ti njihesh me Orin nga larg. Se duhet të thësi me masturbimin. Qa? Besnik është shumë mirë. Edhe mua më ka shpëtuar nga prostata shumë mirë. Unë do atë bes kur e fusat muhabet, se unë do bëj muhabet vetëm me ty sot. Unë jam kot këtu, ha. Del me çuna më të vegjël? Urdhra? Del me çuna më të vegjël po thua? Para se unë dukem si babai jot, po jam 8 vjet më i vogël, kështu që. Po dal me çunat e rinj, pse mos dal? Domethënë në 12. Deri 10 vjeç. Jacqueline, me ty e kemi zemër. Unë kam nipçi që është 15 vjeç, që të kuptohemi. Të thret teze apo Ori? Ori. Edhe tezën. Ti si ke gjatë Oriela? Oriela, po. Oriela. Ori më pëlqen më shumë. Edhe emra ka të po Denis si është si emër? Interesant, do thoja. A mund ta thuash 3 herë Denis, e dua për më vonë. Po. Denis. Faleminderit shumë. Dua për një kërkim ashtu. Research. Shkencor. Antropologjik. S'do i ende që ka kjo temë. A ke bërë një kështu biseda erotike në telefon? Mua më pëlqejnë shumë pauzat që ti ke në pyetje, se më bëjnë të fantazoj si puna pikturave, kupton? Që duhet t'ja lësh personit që e sheh ta kuptoj dhe ta fantazoj. Jam një farë artiste. E para kjo. E dyta, biseda erotike? Me kë? Me partnerin që mund të kesh patur. Po si jo? Pse që për që Sa me kisha... fata i bie kurvës, unë me partnerit bëja vetëm supë. E ma mirë, sa është shumë Flisnim për çaj,
Po shiko, mund të bësh Më edhe me... lexonte Shakespeare në darkë. Mund të bësh edhe me i gocë tjetër, Me po është tjetër të bësh shoqe, me ty bisedë me telefonike. motrat, me partnerin, me miq, me shok. Po nëse me fata i se tani nuk është i lloj të bësh, domethënë seks në telefon me ty dhe me Irini Qiriakon për shembull. Se lidhe që një të më. Shikon, E kanë çik zërin plastika jo. Nëse unë po t'isha partneri Irinit? Okej, Irinit kam qenë. I shoqi Irin më fal që e morë vesh kështu, po. Nëse do isha unë partneri orë s'do bëja kur asnjëherë seks në telefon. Me kë? Me ty. Okej. S'do isha asnjëherë aq larg. Okej. Isha gjithkohës pas teje. Okej. Do t'kisha lënë, është e sigurt. Me që jemi te zërat e mirë, si duken këto zërat e tjerë të këtyre gocave të radios? Njada, Ingji, Heidi tashmë. Shumë mirë më janë dukur, Kush të me duket më thënë të interesante? drejtën. Heidi më pëlqen. Pëlqen zëri më shumë se për shembull i Neadës? Edhe i Nadës më pëlqen. Zë interesant ka, jo? Po, edhe si portret, edhe si zë, edhe si karizëm. E mirë është trika, ka ikur tani ande nga ta veshet. Ori, sot je 40 vjeç edhe jeta thret. Ha, si është Se ajo jam kënga? akoma, jam korrekt. Bën një korrik. Ta thash me Hemingway-n e ke. Aty me Hemingway. ditëlindje, prandaj Unë pëlqen, Hemingway dhe Rumi. Pëlqen Rumi, ë? Gjini më pëlqen, tamam. Edhe mua. Shikoj që kemi shumë të përbashkëta. Unë vazhdoj të ndjehemi te. Nuk ka gjë, ore, po kënaqem shumë, nuk e di, shko si e kam mish. Si po ndjesh tani që po hyn te këto të 40-tat? Ka kapur ndonjë panik, po ndjesh qef, je më relaksuar se kur si je? Asnjë panik s'm ka kapur. Tani që je gocë dhe grua. Unë realisht mendoj që jeta është shumë e bukur për të shijuar sipas çdo etape, bashkë me të gjithë ndryshimet Është që e të bukur për vi. ty që je seksi dhe e pasur. Unë nuk them jam e pasur, jam e pasur në shpirt. Për seksi sa gjë. Po patjetër për atë. Çfarë them unë tash? Faleminderit Zot. Ai Faleminderit. shiko, unë mendoj që njerëzit nuk duhet të jenë indiferent e faktit që Zoti ka zgjedhur që të jenë të bukur, që të kenë ca nota fizike që i diferencojnë, ja bëjnë letë. Është një farë detyrimi që ti ja ke. Nuk mund të jetë kështu, ajtë se ama. E pasur the je vetëm në shpirt. Familja ime ka qenë të paktën kur unë jam rritur mirë ekonomikisht. Je e plotësuar. Po. Kanë firmë ndërtimi. Ja. Po do më kishte dalë emri. Nëse, the je shumë e plotësuar. Jam, po. Nuk ndihesh ndonjëherë vetmuar? Dhe mua vetmia më shijon. A ndihesh ndonjëherë vetmuar në sensin e një partneri që Tani je pa doja ta partner, kisha? apo jo? Po. Kam goxha. Ka. Kjo do ndryshoj sot, po që nesër. Mua mos më nuk arrish. E pra miq, kaq ishte. Nga djesh do t'i kisha bërë dhëmbët para se fillova këtë punë. Pa po kënaqesh me goca dhe gra, se ato se lejnë vetë janë shoqet e tua tani. Po kënaqem. Emën e kam pasur mike që hyr shumë vite më parë. Lezet që vini si grup atje. Rozana është një zbulim i vërtet për mua se ma shton jetën se ka shumë humor edhe ka një tip që çdo gjë e merr me sportivitet dhe unë jam tip që dua të ngacmoj dhe dua të provokoj. Fani jeni. Rudina është fantastike. Rudina po e po. Të bën të qeshësh gjithkohon. Unë mendoj që jeta shumë e bukur kur ti ke njerëz afër që së pari janë pozitiv dhe së dyti të bëjnë të qeshësh. E, shikoj, jeni kështu si një tuftë të çmendurash atje. Ty të dukem të çmendur, po mund të jemi të normale, ndoshta e ti çmendur. Unë jam totalisht, unë nuk jam mirë fare, po edhe ju të gjitha, shko tani, çiko ka emra, e ma Andrea, asgjëra nuk është normale. Po pse disa gra që ja kanë dalë me bëca gjëna në këtë jetë janë Kanë të bërë. çmendura dhe Po. jo normale. Të afta? Jo. Po e kthem nga kjo. çmendura, Jo, nuk po e them nga kjo. Jeni të gjitha të afta edhe në karrierë, edhe ra dukeni shumë mirë. Shiko, përveç këtyre gënjeshtrave që janë gjitha të mrekullueshme. kush të pëlqen? Jo, keni për jashtë emisionit, keni shoqëri, takojeni? Po, flasim Takojeni gjithmonë. Pini birra? Jo flisni, Dali- takojeni, do me Dalim dilni. për darka. Këdo më shumë nga ato? Që ke pak më xhanse të tjerat. Emën. Po më pak këdo nga këto zonjat. Jo, s'ka më pak. Me që jemi te këto emisione, ai është një emision shumë interesant në fakt. Cili? Goca dhe gra. Okay. Se të gjitha emisionet që bëhen tani janë këto reality. Nuk ka asnjë emision tjetër që funksionon për moment. Ç'është ky fiksimi shqiptarëve me emisionet që janë reality, po ndërkohë janë emisionet më të pavërtetë. Ai është një produkt shumë i thjesht konsumi. Është për budallën, po thua. Dhe shiko, unë nuk mendoj që ne kemi produkte në ekran që janë për të mençurit. Online do jetë ai që do marrë gjithmonë ushqim nga ekrani dhe jo vetëm, Okej, drejt, por
mua nuk pëlqen kur Dhe ashtu duhet jetë. ekrani prodhon për online dhe Bravo. nuk prodhon për ekran. Ashtu duhet jetë, duhet marrë online nga ekrani, jo e Dhe kundërta. ky mund të jetë një moment diskutimi. Po që qenia njerëzore është e prirur që edhe në biznes të tentoj t'i bjerë për shkurt edhe të fitoj lehtë. Po unë ta kjo e kisha pra, që këta njerëz që duan të fitojnë lekë dhe u jepet kjo hapësira, për shembull këta janë edhe jashtë, janë ca njerëz që bëjnë Jersey Shore, Love Island, çka kanë këto se unë si shikoj shumë. Formate nga më të ndryshme. Po, por ke edhe aktorët, këngëtarët që janë totalisht të bërë. Sepse funksionojnë industrit. Këtu s'ka industri po thua. Duke funksionuar industrit, shiko. Okej. Të marr një shembull shumë konkret para të hënën. Isha me Tibe Motor dhe po shifte Amiqen e Maria De Filippi. Vazhdon akoma gjëja? Po vazhdon ajo gjëja, sepse ajo gjëja është një industri. Ai nuk është një produkt televiziv që fillon dhe mbaron aty. Ajo është një industri që ty të prodhon realisht një karrierë, sepse Italia i ka trampolinat e karrierës. Në Shqipëri, ti do prodhosh nga reality personazhe të cilët do t'i vësh po prap tek ai televizioni për të bërë po të njëjtat gjëra që të bëjnë të gjithë. Pra, nuk ka një treg ku siç ju tentuat me stand-upin edhe vazhdoni akoma ta bëni. Ne jemi shumë suksesshëm. Po dhe pra ju krijuat një kanal të ri. Po. Që tani më prej jush i hap derën. Po se s'na jepte njëri mundësinë. Shumë kujt tjetër. Po mirë pra, duke mos ju dhënë mundësinë, ju krijuat mundësinë. Okej, Ledion. Ndërkohë Oris ka qenë asnjë nga një stand-up me ta. Ju kam parë online. Do vimo, sa më pëlqen kur është kështu i ndinjuar kur flet. Po i ndinjoj dhe në krevat. Do më lexoj Shakespeare në krevat. Ja do të lexoj Shakespeare, më pëlqeu. E bëra si batut me shoqërinë e mia, kur thonë e dua intelektual, çfarë do të thotë me të lexuar Shakespeare para se me vlet? Çfarë do doje? Pasi të ishe i ndinjuar mirë në krevat. Çfarë më them, ti je njëri me botë, kaq. Çka këto përcaktime intelektual, doktor. Po. Dhe njëri me botë është përcaktimi i madh shumë, se njëri me botë. Njeriu bën shkolla plotë dhe s'ka. Zakonisht ata nuk dallim. Se kam bërë vetë. Është i dhunshëm, është arrogant, është fodull. Po kalojmë në drama familjare tani, kështu këto lidhjesh. Në toksik. Ke patur? Unë po, Ka rarë një gruaja. Gjithmonë, më rre akoma, s'kem më fal. E kërkon ti kam përshtypjen. E kërkon, jam edhe çik mazokist në fakt. Kërkon. Ti si je më shumë ti do të kundërtën, do që të dominojnë, se mbaj më ke thënë një në një intervistë. Po ja marr më, kur 18 vjeç. Ne atëherë isha e vogël dhe doje këtë gjë. Domethënë kurse tani je kundërt, për shembull të më shkelesh mua me një tak, me një gjë. Më djegësh pak me cigar. Nëse. Po këmbët më pëlqejnë, nuk e mohoj. Ne po i di pas ke këmbë shumë bukur. Se çfarë nuk ti pash, se unë mendoja që të shikoja sa më lart. Edi kam, janë institucion, më thonë, do t'i çojnë në muze. Po i pas ka të këpuset me krokodilë, apo jo? Apo është gjarpër? Më fal një sekondë nderuar se nuk. A mund ta vendosh këtu ata jetë ushqimi im për sot? Mirë. Mund ta prek pak? Ja. Kush ka qenë drama me Shplarku, Vendi apo Big Brotheri? Janë të dyja dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Pa çka se ka reality show aty brenda. Për këtë po të pyes. Dhe parlamentin, të paktën unë kuptova që s'duhet ta merrja seriozisht. Sidomos në fillim. Të moment, unë e kisha marrë shumë. Ishte serioze dhe kur të kapte ndonjëherë kamera ishte shumë serioze. Po se unë fatkeqësisht i dëgjoj. Se deputete më kishte 5600 sa vota kështu. I dëgjoj ata njerëzit kur flisin edhe më bënte shumë përshtypje dhe më bënte edhe përshtypje kur më thonin kolegët, "Mo ti dëgjon me vërtet?" O popull, shikoni po jeni. Po, nuk ke më kështu lidhje me Partinë Demokratike fare? Jo, kam lidhje, do ta kem që të marr një lidhje me Partinë Demokratike. Je bindje patjetër, pa diskutim. Po pse? Pse e kam si lidhje? Është bindje djathtë, është e përsekutuar këto mohabetet. Ma kam. Je përsekutuar me vërtet? Pse të pëlqen të shkosh me atë? Të pëlqen edhe. Me Denisin për shembull. Ka që çmendur le pëlqen këmbë. Po më bën xhelos sa më pëlqen. Gjëja më e habitshme që fama u bën njerëzve nga ana psikologjike. Famën të gjithë e duan se e shohin si i mjet pushtetit, dhe pa diskutim që është i mjet pushtetit. E mua po më pëlqen shumë. Por e para njerë fama në Shqipëri është shumë e vështirë të përkthehet në një produkt real. Pra, ti gjendesh një ditë bukur që thjesht njohin gjithë dhe cit. I famshëm dhe i varfër është merr. Skandal. Të paguat të drekat e darka. Skandal. Merr mo. Fama të prish. Fama të prish. Të ndrydh karakterin ose personalitetin në momentin që ti e prek si pas
një imazhe apo formati që ke krijuar në kokë për veten tënde. Ti si e kjo në 2 natës apo për shembull klasike pi shishe verë? Mas herë me thënë drejtë. Jo, unë kur pi shishe verë mbyll gojën, jam kështu qetë. Se po thua që ky personazh që shikon dhe publiku i dashur që ka fatin të shikojë. Unë jam kështu gjithmonë. Ku kam shumë bryla në televizor apo në politik? Kudo. Bryla ka kudo. Ti je kompetitive? Dhe unë s'jam shumë kompetitive, se nga që jam kështu si njeri. Do me thënë, mua as politika, as media nuk më kanë njohur ndonjëherë me idenë që unë do bëhem e famshme. Me thënë të drejtën. Po si ta dha mendje që u bëre politikan? I shifsha si punë dhe i avija si sfidë vetes, e bëjon dot. Por se të bësh deputete shumë e vështirë. Po, unë kisha që në 2014 që merresha me partinë, punoja. Dhe askush nuk e dinte këtë gjë, se nuk ishte ky qëllimi. Aman, unë mora përsipër një moment të kisha një pozicion, dhe nga ai pozicion unë punova shumë sepse doja të kuptoja realisht çfarë ishte ky organizmi, si e perceptojnë, nga ku nisen, ku duan të shkojnë, ku duan të arrijnë, si e shohin pushtetin, derisa pas thuajse 10 vitesh, erdhi momenti që mua më doli emri si kandidate. Më doli sepse unë ndërkohë kisha punuar paralelisht për të qenë ori dhe për të patur një karakter të formuar, sepse politika nuk ishte lajtmotivi i jetës time. Ti duke u rritur si individ, mund të bësh dhe politik, por nuk mund të rrish në politik dhe të presësh të bëhesh aty. Cili është defekti më i madh i orit? Nuk ka, po hajde. Cili është defekti më i madh i orit që njerëzit që të duan mund të ta kenë vënë në dukje? Ja, për shumë vonohem kur dal me miqt. Se këtu se vonove për shembull, apo nga që s'na ke miq. Po mi ke quhet punë. Je nga këta njerëzit, e? Pa. Ja, këtu nuk bëj stres asnjë. Këtu do ziheshim në një moment ne. Ndoshta. Unë jam i çik strikt. Po pastaj çfarë do bëni? Si do bëj? Pastaj make up sex, of course. O zoti i madh. Pastaj direkt në gatim. Direkt do i gatuar. Me kimchi me. Sigurisht do gatuan në lakurish. Carbonara të pëlqen? Po më pëlqen, po. E bëj shumë të mirë, po. Edhe unë. Okej. Nuk e bën më të mirë se unë. Po më lidh me një femër tjetër carbonara, se ç'është i grua që kam në shtëpi. Po duhet të jemi njohur duke gatuar carbonara diku. Duhet ta bëjmë një ditë si kompeticion. Për zotin. A do vini të dyja të më gatuani? Edhe kush fiton? Kush fiton do bëj seks me mua, kurse kush do humb do bëj seks me mua. Okay. Si dënim. Okay. Po prap. Po me mua do bëj një apo? Fol me Melisën, Melisë me Romi që ka besi se ta punë. Fillon një birë të pak. Filloni një birë dhe do bëjmë. Mua më pëlqen shumë kjo ideja e çmitizimit të seksit në këtë vend. Edhe unë prandaj e bëj gjithkohë. Përsi si mali tomorit. Faleminderit shumë. Jo, unë gjithë e kam vlerësuar gjithkohë se e ke bërë. Shko, edhe në fillim ne kur bënim, shko, po ende e kanë, për shembull, a e di që ne në stand-up 70% të audiencës i kemi gra, edhe vdesin kur shakat janë seksuale. Po normal, po pse në Amerikë me çfarë qeshin? Yes. Po faleminderit. Po. Edhe unë prandaj i bëjmë, edhe bëj ndonjëherë këtu muhabete. Që të ndihen sikur janë andej, pak më. Ndoshta, unë prandaj ja u jap. Një udhtim. Unë jam Amerika juaj, e jani, me eksperoni se Ameriko Vespu. Do bëjmë një lojë bashk? Çfarë loja, mama? Do të lidh syt. S'pëlqen lëra për zotin. Volejbollin pëlqen. Asi lloj do luash më vonë. Po. Po sa qefi kanë volejbollistët. Nuk janë A vesh nga ato? Jo, kilota. Të më çfarë sa briçka të vogla. Kilota pra. Kilota quhet? Pas kanë emër, kilota. E kanë që nga koha komunizmit. Kilota mos siç e thoshin dikur. Breko. E po brekër si e shpifur, brek vesh Irini Qiriako. Ori vesh kilota. Unë edhe në tualet. Jo. Kemi poezi, nuk. Është po, gocat e bukura nuk pierdhin. Ja. Do bëjmë një lojë, do bëjmë ato onomana. Që të shpëtosh ti po. Njerëz të dashur, ne po shikojmë disa politikanë këtu. Janë ligjvënë si tan. Ajkës. Tani, do ta trajtojmë si një reality show këtë. Okej. Zëre sikur janë brenda një reality show Big Brother, me që ti ke qenë atje, nuk po e themi firma. I njeh të gjithë? Jo, më të shne. I njeh të gjithë, i ke patur kolegu që është Aliani, Tom Doshi, Blendi Klosi, Sheja Lapaj, e të tjerë. Çfarë do tani nga Ja dy këta? janë në burg, ca kanë qenë në burg, po nejse. Ca kanë dalë, hajde të bëhet këtu. Nëse do ishte reality show, kush do ishin 4 finalistët? 4 finalistët në një reality show. Elisa pa diskutim. Do ishte finaliste. Për mua nga ata që janë të PS-s, Elisa dhe Erioni do konkuronin fort me njëri tjetrin nëse do dilte vetëm njësi, me thënë. Po mund të ishin dhe të dy. Sa finalistë kemi 4? 4 finalistë. 4.
Kurse nga pjesa e këtyre që janë si opozit, Sajmir Koreshi pa diskutim, Sajmir është ky i Lushis. po. Po. Po, është argëtuar. Është popullor, po. Ai është fiks, unë do ta çoja. Sajmir është Po, i dela i bën vërtet. seks me Shalqin, bën kështu gjëra. Nuk e kam parë duke bërë seks me Shalqin, po e kam parë duke folur shumë mirë. E kemi imagjinuar. Paktën ai flet me zemër. Flet me zemër në fakt e vërtetë është. Do thoja Sajmirin edhe Agronin. Shejajn. Po. Nga që e ke patriot. Ja. Ore, s'ka mund si vdesin gjitha gratë për këtë? Të gjitha gratë, ja edhe ajo, të gjitha gratë ja kanë në votën atij. Po më Është i bukur. Nuk e di. Edhe gruaja ime përfshi atij ka thënë. Po ty si të zhdukur, ka bindur? Unë me Agronin kemi patur një eksperiencë shumë të mirë që në 2021, sepse Ku ishte me PD-n? kandidonin në 2021 të dy bashkë të njësija 5. Edhe një pjesë të fushatës e ndanin bashkë, domosdoshmërisht. Ja dhe votën këti? Unë s'votova fare, u tërgoj qytetari i papërgjithshëm. S'dola. Beso dole ti? Shumë gabim. I dashur? Jo. Nuk votove. Bojkotuam ne. Bojkotimi nuk vlen nëse nuk është masiv. Të merresh. Ja, prandaj Por fitoni gjatë. ndryshe është thjesht hapësirë për abuzim. Yes. Kush do eliminoj i pari nga këta si konkurrent? I pari do eliminoj Enkelidi. Ali Beaj, kush? Po. Enkelidi është shumë serioz. Na po, sa të vogël e kam. Edhe në një reality show do ishte nga ata që thonë ç'a duan këtu, kupton. Po, si i liri. Edhe do dilta. Po, si Olsa Bazi, kush ishte kështu? Kush do dilte me zarf të zi? Flamonoka. Që do linte no. Ky do dilte me zarf të zi, do bënte këngë herën tjetër. Do ta shfrytëzonte për ndonjë gjë kështu, se është nga këta tipa kështu duket që kështu. Do bënte në hip hop. Blendi Klosi diçka do i thoshte dhe ai do dilte me zarf. Po, Blendi duket se do ta ngacmonte. E se zbën. Sa i poshtër. Kush do krijonte një lidhje këtu? E ke parë nga këta që ecin në çift, që bëjnë kështu? Ervini. Saljani? Po. Fakt po, ai ka patur dhe gritën, është keq. Po kjo nuk e pun kur më. E bën Se ka dashnor. pasur një grua. E bën dashnor. Si janë më apo jo? Nuk e di. Ta thash Jo, nuk e di, krevatin e dynjas. Nuk jo se është me mua grita tani. Është me teu. A nuk e di? Do të shkuaj sa të dalë, do të murime. Ke mua bete? Po normal. A mund t'i thuash të vite Ne emisionin? kemi punuar shumë vite bashkë. A mund t'i thuash të vite Me Gridën. emisionin? Ti them unë Gridë që në vite emisioni jonë? Po. Po si thua vetë? Kam turp. Do t'i them. Do t'i them ato dy live që më bëret kanë marrë më. Grida nuk është nga ato që nuk vjen. Jo, ja duket shumë sportive. Duket shumë përveç seksi. Besi po mendon për Gritën. E pash një moment që kishte humbur. Ko krajullit është me thënë drejtën. Zemër. Po shpirt. Këdo favorizonte produksioni, e di që nuk ekziston kjo gjë, po sikur Lebioni. Ose Adriatikun. Gazi është, i mirë i nënës, po. Lapajn? Lapaj duket kur do donte ta favorizoni, po. Ndoshta Lapajn, po, Lapajn. Do donte shumë. Jo, Lapajn do ta përdornin kështu për të hedhur benzin her pas here me në vend ku i duhet. Sa ka qef Melita. Nuk hyn te këto reality ta isë, është shumë çegevarist. Po, ai shkret. Po, s'pranon që dua vetëm unë. Po, do ta bëj kur aty. Jo, që kur pash atje që i kishte uruan për ditëllinjën te shtëpia, thash, imagjino se ka shtëpi, imagjino shtëpinë. Toma do shkon në finale. Toma e fiton mo. Cilët do hyni si një konkurrent i vetëm? Zeqineja me Belinda. Me Këlliçin? Po. Zeqineja. Do ishte shumë bukur. Zeqineja pse ka dalë si unë me flok? Dhe është poster i Je fushatës. pushuar. Sa e verdhë, vetëm unë mendoj që isha njeriu më i verdhë në planet. Si me hantavirus. Nuk e di se çka ka te uji Roskovecit. E shkoj që është më interesante kur flet për politikën se Big Brotherin. Me Dalinën e kam. Kush do linte garën në gjysmë? Blendi. Klosi. Po. Edhe Tomo realizoti. Këtë se njohun. Që... Pa, shkët e seti. Po të mori duke shumë burri fis. Është i fisën, po është nga ta që... Është shumë klasi bytha. Jo, është nga ta që është i lexuar, është i shkolluar, ka një mendësi disi perëndimore dhe patjetër që në tilla formate nuk para ka hapësirë për shumë mendim. Dhe duke i parë si foto, nëse mund të them kush më duket se një politikan për e vërtetë, vetëm ai më duket. Është i njohsh me syse, me kollare, me xhaketë, okay. Është tipik. Do doja që ky të ishte pra unë që do kryeministri duket im. si politika. Me vërtet? Si pamje? Shko, më janë mërzitur këta kryeministra që unë jam ndryshe nga të tjerët, jam artist edhe dalin bëjnë kështu si Pa, si
Ande nga kështu, nuk na duhen këta njerëz mo, që bën kështu, e pesi flirtova me atë. Po nuk e dua, më unë dua një si ky me kështu Ja, faj që po gjë. Shikoj që ka qenë i rrezikshëm dikur. Po dikur që ka qenë të rrezikshëm Po me tani momentin të tani zbet. bën kot. I rrezikshëm se i rrite grata. Tani bën kot. Po. Po shiko, ai ka qef dominimi seksual e vendos gjithmonë ai për këtë vënë. Prandaj me gratë është më i suksesshëm se me burrat. Dhe kështu ka qef ai i bën muhabetet uncomfortable. Domethënë të parahatshme me qëllim. I bën temat seksuale, kështu thonë njerëzit, ka qef ai ti bëj këto që ti dominoj me kështu lloj muhabeti. Domethënë e çon muhabetin tek vet. Më kupton? Është po si ka mundsi nuk e vënë Edi Ramën këtu? Ti je çmendur Melisa. Sa duket që i votues në Elbasan. Nuk donte të kompromentonte produksionin. Në fakt po, sa ai do ishte direkt. Se pastaj Ai është vëllai i madh. do ishte si puna mozës, Po, kupton? është agaj. Kush do bëjë meme nga këta? Të gjithë. Tani se që ne janë do linte pak me radh Është bërë besoj, tashmë. por të gjithë. Të gjithë do bësh. Të gjithë, po shikon në format e reality, sa e mirë do bëjmë meme. Sa mirë është bërë, ka kacat lezetshme. Mi pra po i ka të bukura. I kanë shumë. Janë gjëra që ty Aha. të mbesin. Të ngelen në memori. Mua edhe këto me braçe më Krasimisht me pëlqejnë. ata tjerë që ti se di asgjë çfarë thon? Jo, janë zero komplet. Mua edhe këto me braçe më pëlqejnë, këto memet. Po mi Braça është një farë deputeti. I Ka lezetshëm. 20 mandate o Ke respekt për braçen? Si patjetër që kam. Kush do ishte antagonisti ai, domethënë që do ta, siç ishte Klod Dedi atë. Gazi, I hidhur. edhe Ervini. I hidhur është Gazi shumë. Po. Adriatiku do tentonte, por prap Gazi dhe Ervini do ja merrnin peshën. Ja, është shumë pop edhe Adriatiku, nuk Gazi është i poshtër, Gazi duket sikur i bën të Kushti 99-ta. poshtë është i zgjuar. Kush do ishte më agresivi në lojë, që do bërtiste në prime, keq fare, do t'i dilnin ato damar. Gazi, Muli, Edhe Muli në fakt është. Ore, pse është kjo Nofka Muli? Apo Flamura, Flamur, Muli u thonë, ë? Mulnoka, po. Muli, po. Ose flamuli. Okej, sa po i dhe, nëse. Kush do ishte më emocionali nga këta që her pas here do qante, do qante. do shkonte te dhoma, do ikësh herë e fundit. Lalieri, Në fakt duket ai. do ishte gjithkohon të E pesi ato si produksionin. dorën, i pe ato gjërat. Me Lalierin. Shika, do kisha shumë për të thënë për atë gjë, me thënë drejtën. Ne edhe- folëm çik me Besnikun çfarë. Edhe jam e sigurt që s'është momenti fare për ta bërë, po mua Mo shpreu. jo, nuk shpreh se dua të shpreh, ta them nga fillim deri në fund dhe s'do doja kurrë që të keq kuptoj, sidomos ky moment se kur flasim për Robert Drenikën dhe Jo, gjithë shiko, të premtoj që nuk do ta marrim si klip dhe do ta hedhim. Unë mendoj Jo. që realisht, domethënë duhet patur një çik më shumë kujdes dhe respekt qoftë edhe për lirinë që ata njerëz mund të kenë në çdo moment të jetës vet të bëjnë çfarë të duan. Po ka gjithë jetën që ta ka bosh shpirtin plot. Po Lenin Pleshnisë i shkreti mund t'ja di për ndërpër qa buk, kupton? Ata Dhe thamë. deri më sot shqiptarët ku ishin? Si dhan buk. Po aty më, po ku i ke qitë artistat e mdhenjë të asaj epokë? E ke në Brazilë më burr. Pa e tinkën. Po Se vajtë Luana, i zoti Lule. E shi Edhe më duket shumë shumë mirë e aty me- tepër, të kupton? Le të merren me të gjithë artistat Ore. që përfitojnë para, që nuk kanë asnjëherë një opinion për asgjë që ndodh në këtë vend. Kishe aty edhe Që ashtu. kur nuk janë, po nuk e kam ata që shkojnë aty më. E kam në përgjithësi dhe me ata që shkojnë aty. Nuk e kam fare me ata që zgjedhin të dalin në krah të dikujt apo dikujt tjetër si për interes apo për diçka. Nuk ma prishin ata mua humorin, as interesin, as qefin, as ditën, as Shqipërinë dhe as gjë. Po fakti që këtu ne kemi ndërtuar një botë ku askush nuk shprehet për asgjë dhe kjo është normale, dhe pastaj shajmë të gjithë ata që shprehen në favor, se patjetër që ti do i shash. Ta denigrosh Robert Drenikën, Mo e shanin që mo. dridhet është, do me thënë atë pleshnin e vetë që s'ka shansin ta jetoj me dignitet, mua më duket shumë e tepërt. Dhe akoma më keq nga gjitha politikan plera që Sa e bukur është me nerva. shfrytëzojnë vetëm këto hapësira për të mbjell vetëm këtë lloj So, humor- retorike. Pra të gjithë bëjmë politikë vetëm me këto momente. Humorën politikanët me Alo Robertin. me se di. zipresin, no? Humorën se kam parë. Ata jetojnë për këto dritare. A, Prandaj kemi dhe emër? politika është kaq Kush humori ordinere njëri? sa është. Bëre mirë që i ke zemër, nuk jeti për. Kush do ishte fituesi atëherë i reality show Fituesi nga këta? do ishte Në çfarëdo mënyrë, pisët, sido që tjetë. Koreshi.
Mendoj që do ta merrte Koreshi. Po, sepse ka dhe humor, është edhe lojtar, Është lojtar. është edhe ai që zihet dhe bën debate, pra ai do t'i plotësonte të gjitha ato elementet që kërkon një reality, por duke qenë gjithmonë simpatik për publikun. Mendoj që ky do ta fitonte. Atëherë Absolutisht. Sajmir Koreshi fiton reality show-n sipas Orit, kurse zemrën time ka fituar Ori, ndryshe nga lojën që fitoi Sajmiri, po le të pirret Sajmiri. Kështu që më vjen shumë keq se të le të shkosh. Faleminderit shumë që të kisha këtu. Unë e mbarova vlla. Do të hedh pak? Po të Nga lutem. imja? Të lutem. Zes kur u puthën prap. Jo, tani u bë motër e vlla. Po. Mbyllja me e keqe që mund të ishte. Pim gjak nga njëri tjetri. Tani të shosim vlla. Nëse ti mund të më hapësh gishtin një Gëzuar herë. zonjën së parë të zotërisë nderuar. Asemër s'ma di mua. Denis po. Denis, unë e kam regjistruar tashmë. Kjo ishte me ndërjush me Orin e Bia, ju kënaqja shumë, u kënaqja nga gjithë anët. Oho. Po u kënaqa. Shumë që u kënaqe ti. A u kënaqet? Ti nuk u kënaqe? Jo, unë pra. Me tani. Faleminderit që më kënaqet në fakt. Besnik edhe prezenca jote ishte. Lere, s'ka problem, vazhdo me... Ore ti sa të bukur ke syt akoma më shumë nga afër. I kam të thellë. I ke shumë të thellë, si dashuria ime për ty. Të thellë. Edhe tani po shikojmë edhe veten aty, shiko. Sa të bukur. Sa mirë dukem. Ore, Mendoj edhe unë mirë. jam bërë që ti je më afër teje. A u Po kënaqe? unë jam bërë që ti ma për ti se s'më rezulton. Shiko, mund ta ndryshojmë atë. Ka patur raste më të pamundura. Ori, zemër. Ka pasur shumë lek. Ke lek? Po bëj. Se leku thotë edhe atë. E hedh në fakt. E hedh në fakt, edhe ti e ke thënë një herë që kështu, çka kishe bërë edhe atë postimin, duhet të ketë leka, se çka ishte një gjë kështu. Po vlla. Mos i bie Më gjë, jo më ke pëlqejnë drejt. burrat që shpenzojnë për mua. Kohë, lek, gjithçka. Faleminderit shumë Hajde që tash, ishit vaj gëzuar. e birrën. Kaq pra çka kishte ty amore. Po be, unë nuk u ofrova që do e jepja një. Faleminderit. Mot? Jo, se i bën me sodë. Baby powder.